Një hap drejt njohjes. Një hap drejt hapjes së mendjes. Biseda thellësisht përmbajtësore për arsimin, librin dhe të drejtat e njeriut. Prej fjalës së shkruar e deri tek zërat e fëmijëve. Hap është për ty që pyet, dyshon dhe që kërkon më shumë nga bota që të rrethon. Hapu të martën nga ora 12, Urban FM 103.5. Mirë se erdhët në hap. Sot do të provojmë me bën një hap drejt njohjes së rëndësisë së edukimit në fëmijërinë e hershme. Sot flasim për vitet kur truri i njeriut ndërton miliona lidhje nervore në çdo sekond, me një shpejtësi që nuk përsëritet kurrë më vonë. Shkenca na e thot qartë. Deri në moshën 5 vjeçare ndodh pjesa më e madhe e zhvillimit të trurit dhe koha mes 1 dhe 3 vjeç është veçanërisht vendimtare. Këto vite të para të jetës nuk janë parathënie. Ato në fakt janë kapitulli ku shkruhet alfabeti i jetës. Mendja, ndjenja, shëndeti, kurioziteti, aftësia për të mësuar dhe për të bashkëjetuar. Por, derisa bota flet për barazi dhe zhvillim të qëndrueshëm përmes kujdesit të edukimit të hershëm, tek ne edhe në këtë pikë realiteti është goxha shgënjyes e kokfort. Në Kosovë, pjesëmarrja në edukimin e hershëm mbetet tepër e ulët. Nga rreth 110.000 fëmijë të grupmoshës 0 deri në 4 vjeç që jetojnë në Kosovë, më pak se 6.000 prej tyre janë të përfshirë në institucione parashkollore. Përkthyer në statistika i bie vetëm rreth 5.5%. Imagjinoni dëmet. Çdo fëmijë që mbetet jashtë edukimit të hershëm është një histori që ne e kemi lënë pa fillim. E kjo është historia 95% të fëmijëve në Kosovë që kur mbrin moshën 15 vjeçe, vetëm rreth 15% arrin të lexojnë dhe kuptojnë një tekst me përmbajtje të thjeshtë. Për këto dhe jo vetëm, kam nderin dhe kënaqësinë me bashkëbisedu sot me profesorën Blerta Perolli Shehu, prodekane për shkencë dhe zhvillim në Fakultetin e Edukimit të Universitetit të Prishtinës dhe profesoreshe psikologjisë së zhvillimit të fëmijëve. Profesoresh, mirë se erdhe në podcastin hap. Faleminderit për ftesë. Shumë kënaqësi të pas pranë, po shpresoj që s'kemi ngarkuar se e di që ke ardhur për ligjëratave. Po, që është realiteti, realiteti i ditës. Angazhimet në fakultet, ligjëratat dhe normal kontributi që na e konsiderojmë shumë të rëndësishëm për informimin e shoqërisë, informimin e prindve, edukatorëve për zhvillimet e fundit në fushën e familjesë hershme. Unë e bona një hyrje profesorish, nuk jam, si me thonë, krejt e sigurt për këtu të dhana, 100%, në aspektin e përditësimit të dhanave shkencore, po besoj që përmes të diskutimi këna me pru dhe dhana tjera, më të përditësume, po kësha dash me nis me mas pari me kuptu për juve, unë personalisht, po dhe ata që na shohin e dëgjojnë, pse është që ka që rëndësishme që kjo mosha 0 deri në 5 vjeç për zhvillimin e trurit njeriu? Po agon me të drejt cilësohet si periudhë kritike, për shkak se është periudha kur vendoset themeli për zhvillimin e të nxënit, për zhvillimin kognitiv, për zhvillimin social dhe emocional. E përmende edhe ti pak çështjen e ndërtimit të trurit dhe lidhjeve nervore, të thotë qysh në lindje fëmia ka qindra miliarda qeliza nervore, të cilat i ka gjatë gjithë jetës, mirë po ajo që ka mungon janë lidhjet në mes të tyre. Kështu që në periudhën 0 deri në 3 vjeç është periudha më optimale edhe është koha kur aftësia e trurit për të ndryshuar edhe për të përshtatur, varësisht nga përvoja që i ka, nga ndërveprimi me mjedisin, nga stimuj që i merr dhe nga të nxënit, domethënë është në kulmin e vet. Në këtë kohë krijohen, kjo ndryshe njihet edhe si neuroplasticiteti, që është shumë i lartë deri në moshën 5 vjeçare. Tash çdo përvojë që fëmia e ka, çdo lojë që e lun, çdo ndërveprim social, çdo përqafim prej prindit, çdo bashkëveprim me dikend, ndihmon në krijimin e këtyre lidhjeve sinaptike, domethënë lidhjeve në mes të qelizave nervore, të cilat pastaj kulmojnë në stimulimin e fëmisë dhe zhvillimin në të gjitha fushat e tij.
Tash me kohë, ato lidhje të cilat nuk përdoren, nuk stimulohen, dobësohen edhe dikur eliminohen në tërësi. Mirë po në këtë periudhë, fëmiu i krijon mbi 1.000 trilion sinapsa ma shumë se sa që i ka individi i rritur. Kështu që në parim, neuroplasticiteti na tregon edhe na dëshmon që sa ma shumë përvoja pozitive që ka fëmia në periudhat e hershme, deri në moshën 3 vjeçare specifikisht, por po ashtu edhe deri në moshën 6 vjeçare, sa ma shumë lojë, sa ma shumë ngacmime shqisore, sa ma shumë ndërveprime sociale, sa ma shumë ngacmim të kurreshtjes, krejt këto lidhje e forcojnë, domethënë, të nxënit, e forcojnë ndërveprimin, e forcojnë vetrregullimin emocional. Në qoftë se këto përvoja në fëmijëritë e hershme janë negative, në përvojat negative hyn edhe neglizhenca, edhe mos stimulimi, traumat eventuale që mund të përjetojnë fëmijët, këto krijojnë stresor në lidhje nervore, të cilat pastaj e pengojnë ose shkaktojnë vështirësi në sjellje, vështirësi në vëmendje, vështirësi në të nxënë. Kështu që në parim, domethënë shkaktohet një mbingarkesë e sistemit nervor që e pengon neuroplasticitetin. Kështu që po, me të drejtë njihet si dritarja e artë e zhvillimit, domethënë koha kur më së shumti mundemi me pas ndikim, po edhe koha kur krijohet baza edhe predispozita për çdo të nxënë në të ardhmen. Tash, në qoftë se e flasim në aspektin metaforik, për shembull, e keni ndëgjuar besoj shumë shpesh të gjithë thonë, truri i bebës është si shpus. Domethënë thith njohuri, merr stimuj, është vetë nga natyra, është receptiv edhe pranon shumë informata. E keni ndëgjuar edhe fjalën që truri, domethënë fëmia vjen jetë si fletë zbrast. Po, tabula rasa. Si tabula rasa, që në fakt shkenca së fundmi edhe e ka vërtetuar që nuk është e tillë, për shkak se shqisat janë të zhvilluara qysh në periudhën e shtatzanisë, që nënk kupton që fëmiu merr stimuj qysh në periudhën paranatale, rrjedhimisht edhe ndodh edhe zhvillimi kognitiv të mësuarit edhe në periudhën paranatale. Po, domethënë, kom lexuar diçka që për shembull preferohet studimet e tregojnë, studimet nga mjekësia dhe nga psikologjia tregojnë që shqisat e të pamurit, shqisat e të dëgjumit, shqisat e të shijuarit edhe të prekjes janë të zhvilluara, për shqisën e të nuhaturit ka dyshime, mendohet që është e zhvilluar, por duke qenë që fëmiu jeton në ujë dhe zgavrat e hundës janë të mbuluara me ujë, nuk mundet me u vërtetu saktësisht. Po, unë në qoftë se kisha me përdor metaforën për këtë periudhë, nuk kisha me thonë që foshnja është si shpus që thith informat, po ma shumë kisha me përdor një metaforë në aspektin e asaj që trurin e shoh më shumë si një plastelin që formsohet sa ma shumë që ka ndërveprim, sa ma shumë që ka përvoja, edhe sa ma shumë që mundet me u manipulu me ta në kuptimin pozitiv. Do me thonë, në këtë mosh, fëmijët mësojnë përmes dy burimeve kryesore, mësojnë përmes gjurmimeve shqisore, edhe përmes manipulimeve motorike. Fëmiu mundet me pa një gotë me ujë, ose një shishe me ujë, edhe në këtë formë është vetëm receptiv në atë informat. Mirë po në qoftë se e kap, e manipulan, e vendos prej një dorë në dorën tjetër, e shijan, e ndëgjon çfarë zhurmë e bën, e hedh në tokë. Do me thonë, e plotson komplet spektrin e informatave që mundet me i marrë për atë objekt. Po ashtu, shkenca e ka vërtetuar që sa ma shumë stimuj të ri që i merr fëmia deri në moshën 3 vjeçare, aq ma shumë kurreshtja i zgjohet, aq ma shumë pikpyetje i krijohen në kokë. Nëse kisha me spjegu kështu ma shqip, mënyra që shoh unë trunin e fëmis, do me thonë kur e sheni diçka tre, me cila nuk ka ndërvepruar asnjëherë, unë e paramendoj që e krijon një folder në kokë. Edhe ai folder e ka qatë informat. Mandej e shen një tjetër, e krijon një folder tjetër, edhe ka plot foldera. Sa ma shumë që ka skema të tilla në kokë fëmia, është vërtetuar shkencëtarisht që bëhet ma kurreshtare dhe bën ma shumë pyetje. E dim atë periudhën e fëmijëve të moshës 3 deri në 5 vjeçare që për çdo gjë
pyesin pse. Një fëmijë I cili ka pas kontakt me stimulin me gotën e ujit, po e marr kështu veç si figurativisht si shembull, ka pas ngacmim prej një objekti, ka me pyet për atë objekt. Për shkak se e ka atë skem në kokë, e ka atë stimul në kokë, edhe ajo gjeneron ma shumë kurreshtje për objekt edhe ma shumë dëshirë për me mësu për atë objekt përkas. Kështu që dritarja e mundësisë është pikrisht në këtë moshë, kur krijohen më së shumti sinapsa, kur funksionalizohen ato lidhje edhe komunikojnë si ura njëna me tjetrën, gjithmonë të u plotësu me përvoja pozitive edhe me ngacmime shqisore dhe ngacmime motorike. Këto e shohim andej sa janë të lidhuna zhvillimi motorik me zhvillimin kognitiv, me zhvillimin social dhe emocional, se normalisht secila e ka vendin e vet në atë luftën e krijimit të sa më shumë lidhjeve të reja nervore. Më thonë që shpo këptoj, unë tregova para ma herët që jam është 1.5 vjeqe. Po. Qitash është koha ku unë e qikën tam duna me ekspozu sa ma shumë që të kom mundësi në për lokacione ndryshme, para objekteve të ndryshme, me bomin po, me marë sa ma shumë stimuj të ndryshëm, kisha me thonë unë, se këto janë fëmija nuk mëson në mënyrë artificiale në qoftë se e ulim në tavolinë dhe ja spjegojmë disa gjana. Do të thonë në atë formë e krijojmë ose e trajnojmë trunin me qenë receptiv ndaj informatës. Fëmija me ndëgju edhe me marr atë informatë. Fëmija duhet me ndërvepru me informatën, duhet me pas përvojë me atë informatë dhe duhet, do të thonë me informatën, me objektin, me çka do që është fjala dhe duhet me qenë përvoja e përditshme në kuptimin që është e zakonshme rutinore për fëmin, për shkak se çdo gjë që është e njoftun për fëmin, çdo gjë që I krijon siguri emocionale, e stimulon edhe ma shumë drejt të nxënit. Do me thonë këtu qenësore janë ngrohtësia, siguria, afërsia me personat me të cilët fëmija bashkëvepron në proceset e mësimit të gjanave të reja. Shumë shpesh po më doj prindrit e potencojnë që fëmiu e paraqet një interes për një lodër, për shembull në një dyqan. Okay. Edhe e paraqet një interes për lodër se normal që ajo ja ka ngrit kurreshtjen, e ka po edhe don me marr. Edhe fëmijët si fëmijë që janë, kërkojnë me e ble, edhe prindi e blen, shkojnë në shtëpi, lun fëmiu 2-3 orë edhe e lën. Okay? E lën. Edhe nuk I intereson më. Që të thotë që në këtë grup mosh, fëmiu nuk e lakmon lodrën. Po. Fëmiu e lakmon informatën. Do të mu familiarizu me këtë objekt që e ka para vetes. E ka po, e merr, e sheh çka është krejt në gjendje me bo, nëse është puzzle e rregullon, nëse është Lego e ndërton, edhe momentin që e ka përfundu, është shu kurreshtja. E ka marrë informatën, e ka përveçuar informatën, edhe tash nuk I intereson më ajo lojë. Okay, që do të thotë që në këtë kontekst nuk është shumë e rëndësishme kur flasim për mjedise stimuluese, nuk është fjala për lodra të shtrejta, nuk është fjala për vizita të shtrejta. Është fjala ndoshta për kapak të shisheve me ngjyra të ndryshme, për materiale të ndryshme të letrës, materiale të ndryshme sintetike ose të tekstilit, që fëmiu I prek, I manipulon edhe merr informata për to. Do të thotë këto janë ato stimuj të cilat I ndërtojnë lidhjet sinaptike, nuk është qëllimi që fëmia të mësoj për diçka në mënyrë akademike ose të ketë stimuj të pasur në kuptimin financiar, po të ketë stimuj të pasur në kuptimin e lloj-llojshmërisë. Qofshin ato kapak të gavanozve, kapak të shisheve, letra të tualetit, apo do me thonë materiale të ndryshme të cilat reagojnë ndryshe ndaj prekjes dhe reagojnë ndryshe ndaj ngacmimeve të jashtme. Interesant, shumë interesant. Kur po flasim për çdo kornizat që I krijojnë, çdo predispozitat për të ardhmen fëmis, a jena të folë për do kornizat që mandej vështirë të I kalohen kur të I kalohet që kjo mosha 0-6, apo thjesht
probabiliteti dhe mundësia për me u zhvillu dhe me u zgjeru që ato korniza, që ato diapazone është shumë ma i lartë në këtë moshë se sa në moshën pasuse. Po, është ma i lartë edhe është ma i lehtë. Në psikologji është një term që quhet gatishmëria për të nxënë. Tani, teoritë të ndryshme kanë terminologji të ndryshme, në disa raste njihet si periudhë sensitive ose periudha ndjeshme e të nxënit, në disa raste njihet si gatishmëri për të nxënë, por fjala është, domethënë, në parim për momentet përkatëse në jetë kur fëmiu është fizikisht edhe mendërisht i plot për me e kap qatë koncept. Okay? Domethënë, për secilën aftësi të re një jetë, ekziston dritarja, ekziston gatishmëria për të nxënë. Për shembull, gatishmëria për të nxënë të folurit është deri në moshën 3 vjeçare, kur fëmia me më së paku mund fizik dhe kognitiv e zotëron si shkatësi. Gatishmëria për të nxënë shkrim leximin është 5 deri në 7 vjet. Gatishmëria për të nxënë për shembull një gjuhë të huaj është 7-8 vjet. Tani, nuk nënkupton kjo që fëmia nuk mundet me bo ma herët ose nuk mundet me bo ma vonë. Nënkupton që energjia mendore që e shpenzon për me zotruat shkatësi, kur i ik momenti ose para momentit, është shumë e madhe dhe shumë e mundemshme për fëmijën. Tani, ne nuk mund të themi që një fëmijë i moshës 3 vjeçare nuk mundet me mësu shkrim lexim. Me një zhvillim të duhur kognitiv, me një zhvillim tipik kognitiv, ndoshta edhe mundet. Problemi është energjia që e shpenzon, që e largon nga loja, që e largon nga ndërveprimet sociale, për shkak të energjisë së tepër që ja kërkon një detyrë të cilën vetvetiu e mëson 3-4 vite më vonë. Ose për shembull i shohim këto rastet në moshat tona, për shembull, tash me marr me mësu një gjuhë të huaj. Një fëmijë moshës 8 vjeçare e mëson shumë më lehtë se sa ne. Kështu që është momenti i gatishmërisë për të nxënë për secilën shkatësi. Kjo asnjëherë nuk nënkupton që fëmia nuk mundet me bo më herët ose nuk mundet me bo më vonë, se varet nga përvojat individuale të secilit fëmijë, po nënkupton që koha më e lehtë, periudha më e lehtë kur mundet me zotruat shkatësi është në kuadër të asaj dritare të mundësisë. Tani fëmiria e hershme është periudhë kritike për disa aspekte. Në radhë të parë është zhvillimi i gjuhës së të folurit. Domethënë, deri në moshën 7 vjeçare është momenti kur fëmia më së lehti e zotron komunikimin, shkatësitë e komunikimit, gjuhën, të cilat krejt këto janë para bazë, janë predispozit për zhvillimin e të nxënit, shkatësive të leximit, shkatësive të komunikimit të menduarit në të ardhmen. Është momenti, fëmiria e hershme është momenti vitet e para, posaçërisht është momenti kur fëmia më së shumti mëson përmes qisave. Domethënë, ngacmimet e të pamurit, ngacmimet e të dëgjumit, janë ato të cilat e krijojnë bazën për zhvillimin e perceptimit, zhvillimin e vëmendjes, zhvillimin e rrugëve të reja nervore shqisore që e mundsojnë të nxënit edhe të mësuarit më vonë. Po ajo që është kryesorja është pjekuria emocionale dhe sociale. Aftësia për vetë rregullim emocional mësohet deri në moshën 6 vjeçare. Kjo është aftësia e fëmisë për me qetësu vetën, ose për me gjetë mënyrën qyshe menaxhon emocionin e vet. Kështu që kur flasim për cili është qëllimi përfundimtar i edukimit në fëmijëritë e hershme, shumica e njerëzve thonë përgatitja për shkollë. Okej, domethënë përgjigjja më e thjeshtë, më e lehtë është fëmiu shkon në edukim në fëmijëritë e hershme për me u përgatitur për shkollë. Edhe përgatitja për shkollë tek ne në shoqërinë e përgjithshme fatkeqësisht barazohet me aftësinë e fëmisë për shkrim edhe për lexim ose aftësinë për të mësuar shkronjat edhe numrat. Mirë, po përgatitja për shkollë është shumë më shumë se kaq. Është në radhë të parë gatishmëria e fëmisë për mu shkëput nga mjedisi i lojës. Gatishmëria e fëmisë për me u përqëndru 40 minuta, për me ndajt ullën 40 minuta, për me ndëgju me vëmendje, për me mbajt mend që ka detyra, për me marrë përgjegjësi për mi krye ato detyra. Këto janë kompetenca sociale dhe emocionale, asnjëra nuk është kompetencë kognitive. Mirë po e kanë kontributin jashtëzakonisht të madh në arritjet akademike. Aftësia e fëmisë për me bashkëpunu, për me zgjidh konflikte, për me komuniku nevojat e veta. Këto janë kompetenca të cilat duhet me i zhvillu
në periudhën e fëmijërisë hershme, në mënyrë që me qenë i gatshëm kognitivisht edhe fizikisht për regjistrim në shkollë. Jo pse po ka qef me shku në shkollë, se po den me lexu, i ka mësu shkronjat, po pse është i gatshëm për në radhë parë që unë mendoj që është detyra më e vështirë, me marrë përgjegjësi. Një fëmijë i moshës 6 vjeçare me mbajt mend që ka detyra, edhe me marrë përgjegjësinë që ka me i kry ato detyra në afatin e duhur. Kjo në një farë forme edhe e imiton këtë punën që e bojmë na. Do më thonë e marim, edhe na sot në punë, e marim një detyrë dhe i kemi një afat deri kur do të me krya detyrë. Do më thonë është si një farë imitimi ose përgatitje për jetë të ma vëndshme. E qartë. Kjo do më thonë mësohet në moshën 0-6, në moshën e kopsht. Këto do më thonë mëseleti mësohen në moshën 0-6, po. E qartë. Tani nëse mungojnë përvojat stimuluse, nëse mungon kujdesi emocional në këtë kohë, kompenzimi i tyne është ma i vështirë. Do më thonë është shumë ma e vështirë për një fëmijë që nuk është të mësu për shembull në një institucion të edukimit parashkollor, fëmiu e mëson bashkëpunimin, e mëson zgjidhjen e konfliktit, e mëson pritjen në radhë, e mëson shumë gjëra, mirë po e mëson në lojë, e mëson pa mësim formal. I mëson jo si rregulla të shkruara, i mëson si përditshmëri e jetuar, edhe ato i internalizohen në sistemin e brendshëm të vlerave dhe të personalitetit që e ka. Qartë. Profesorish, e din tashmo që në fëmijët të cilët kanë qenë pjesë e kopshtit kanë rezultu më mirë në testin PISA krahasu me fëmijët të cilët nuk kanë pas mundësinë për X arsye me qenë të përfshirë në edukimin e hershëm përkatësisht në kopshte. Qysh e vlerëson këta? E përmenda edhe në hyrje që edhe bona një ndërlidhje konkretisht që e përmendet edhe ju shkallësitë e leximit, qysh e vlerëson? A mundesh me na elaboru pak ma shumë qëtë element që na kena folë si është një tepër shumë për PISA, po shumë pak më duket është prejkë që kjo element ose që kjo komponent që po më duket të rëndësishme. Tani, po filloj me statistikisht, do me thonë, studimet ndërkombëtare, posaçërisht studimet prej OECD-s edhe UNESCO-s, e kanë tregu që edhe një vit pjesëmarrje në edukim cilësor parashkollor ka rezultu deri në 50 pikë më shumë në testin PISA. Do me thonë, ato që e thash në fillim, edukimin e fëmijërinë e hershme e vendos bazën për zhvillimin e të nxënit, edhe për zhvillimin e shkathësive para akademike që i nevojitën fëmijëve për me pas sukses në të ardhmen. Tash çka mat PISA? PISA i mat aftësitë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, në matematikë dhe në shkencë. Mirë po nuk i mat njohuritë që ata i fitojnë në këto fusha. E mat aftësinë për mi praktiku në situata reale, edhe në një farë forme i mat aftësinë e zgjidhjes së problemeve. Aftësia e zgjidhjes problemeve është aftësi ose shkathësi që mësohet në periudhën e fëmijërisë së hershme fal neuroplasticitetit. Tash po i kthena asaj shpuzës që e përmenda më herët. Në qoftë se fëmiu është pranuesi i informatës, është dëgjuesi i informatës, edhe nuk ndërvepron me informatën, truri trajnohet për me pranu informatën. Edhe mos me e kthy atë. Okay? Do me thonë, në qoftë se fëmijë si flasim në vazhdimësi, po nuk ndërveprojmë me të, ose e kthejmë me pa që shpëllujnë fëmijët në park ose gjana aty. Do me thonë, nuk ndërvepron me fëmijën, po fëmiju vetëm merr informata, truri trajnohet vetëm me marrë informata, jo me kthy informatën, jo me ndërvepru me ta. Kur fëmiju është të lujt me një lojë sajuse, me puzzle ose me kocka Lego, ose është të lujt me uje me zallë.
nuk është veç të u knaq. Është të e trajnu trunin me zgjedh një situatë në të cilën ndodhet. Okay? I ka Lego kockat përpara, përmes provave dhe gabimeve, do me thonë, është të e trajnu trunin me zgjidh probleme. është të e trajnu mendjen në atë drejtim, në atë fush. Munda me thonë, është të e zhvillu mendimin kritik. është të e zhvillu mendimin kritik, është të e zhvillu imagjinatën. Do me thonë, çka shohim na? Na e shohim një fëmijë që po lun me kocka ose me lojë sajuse. Çka ndodh aty në atë moment? Po filloj prej zhvillimit motorik. Fëmiu i zhvillon me një puzzle, me një Lego, i zhvillon shkatësit fine motorike. E zhvillon koordinimin sy-dorë. E zhvillon vëmendjen, e zhvillon perceptimin, i vren detajet, i vren dallimet, do me thonë i zhvillohen këto aspekte shqisore dhe motorike. Në anën tjetër, zhvillohet kognitivisht për shkak se po provon, po gabon. Ajo që pi del gabim, po provon tjetrën. Do me thonë është të mësu përmes orvatjeve dhe gabimeve. Është të mësu përmes ndërveprimit direkt me materialin. Është të e zgjedh një problem që e ka para vetës. Ai problem ndoshta nuk ka me qenë problemi i njëjtë me cilin ai ka më bollëfoqu në të ardhmen, po truri i tij është i trajnuar, i tij i saj, është i trajnuar për të vepruar në situatë problemore, për të gjetur zgjidhje nga provat e ndryshme të cilat i provon. Tash, imagjinat që ky fëmijë është bashklujt edhe me një person tjetër, aty e zhvillon mandej, edhe bashkëpunimin, edhe komunikimin, edhe zgjidhjen e konfliktit potencial, edhe ardhjen dhe të zgjedhja e përbashkët. Do me thonë, një lojë e thjesht sajuse që na ndoshta e blejmë ose ja japim fëmis për me ja kalu kohën, i zhvillon të gjitha kompetencat që i parashar një kurikull. Edhe e përgadit trunin e fëmis për me zgjedh një situatë problemore në të ardhmen, qoftë edhe ajo në një test PISA. Tash, shtetet të cilat kanë sukses të lartë në teste si testet PISA, janë shtetet të cilat e shihni që kanë investime të mëdha në edukimin e fëmijërisë të hershme. Finlanda ka pothuajse përfshirje universale në programet e edukimit të fëmijërisë të hershme. Estonia ka një investim të jashtëzakonshëm në zhvillimin profesional të edukatorëve, edhe në ndërveprimin edukator fëmijë që ka investuar shumë, për shkak se ka shku përtej veç përfshirjes të aspektet edhe më cilësore. Pra, nuk është investimi në fëmijëri të hershme është investim në shoqëri, nuk është individual në kuptimin e asaj që po punojmë në drejtim të zhvillimit të një fëmije përkatës, po është investim në zhvillimin e shtetit. Çdo euro e investuar në fëmijëri të hershme kthehet shumë fish në shumë aspekte, qoftë në rezultate më të mira arsimore, qoftë në punësim, qoftë në barazi sociale në mes të fëmijëve të një vendi. Nëse ta kisha bu një pyetje, tash ju jeni pjesë e arsimit të lartë në rolin e profesorës, po edhe prodekanës, po nëse kishit pas mundësi me zgjedh njënin prej niveleve të sistemit arsimor në cilin me investu mas shumëti, cilin nivel kish me qenë? Unë jam personi i gabuar me apo këtë pyetje për shkak se gjithmonë kam zgjedh fëmijërinë e hershme. Okay. Po jo, nuk mendoj që askush nuk kish me gabu në qoftë se kish me zgjedh fëmijërinë e hershme, se të ndërtosh një sistem arsimor pa investu në fëmijërinë e hershme është të ndërtosh një shtëpi pa themele. Do me thonë është fillet janë aty. Shkenca ta tregon që fillet janë aty. Fëmijët që regjistrohen në klasë të parë, pa ndjekur programet e fëmijërisë së hershme, e nisin klasën e parë me disavantazh. Në krahasim me fëmijët tjerë të cilët i kam pas që ato përvoja. Kështu që
investimin në fëmijëri të hershme, jo vetëm në aspektin e qasjes universale, po pikrisht në mishërim me filozofit edhe qasjet ma bashkohore të asaj që mësimi ndodh përmes lojës edhe mësimi ndodh përmes përvojave direkte, e përgadit fëmin për jetë, jo veç për shkollë. Do me thonë, e zhvillon bazën për çdo investimi ma vonshëm me pas pesh. Prapë potencoj. Nëse unë vetë nuk kom qenë në kopsht, edhe shumë nga brezi jonë nuk kanë qenë. Kjo nuk nënkupton që fëmija nuk ka me imbriq ato. Mirë po nënkupton që shoqëria është në një pabarazi. Se fëmijët të cilët kanë lindur në familje që nështë janë në kushte më të mira sociale dhe ekonomike, ose janë në vetëdijsim më të mirë për rëndësinë e edukimit në fëmijërinë e hershme, automatikisht janë fëmijë më të privilegjuar për vetë faktin që kanë ndjek kopshtin. Kështu që unë i them shumë shpesh studenteve që një fëmijë i cili regjistrohet në shkollë pa ndjekur program të fëmijërisë së hershme, të edukimit cilësor të fëmijërisë së hershme, është si në një maraton me një zgarën me 100 metra mrapa. Do me thonë, e mbrin fundin, dhe po e mbrin me shumë monde dhe vështirësi që mbi të gjitha, mendoj efekti më negativ është që ja afekton fëmis vetbesimin, vetimazhin, edhe qëndrimin që e ka ndaj vetvetes si kompetent dhe i zoti ose e zoja për një detyrë ose një aftësi që duhet me zotru para vetes. Profesoresh, duke qenë kaq me pesh kjo kategori, kjo grup mosh edhe edukimi në këtë mosh, pse nuk bëhet obligative për shembull, pse lihet në diskrecionin e prindërve ose familjarëve, sidomos në shoqërinë tona që konsideroj ende jemi shumë të pavetëdijshëm për rëndësinë e quarjes së fëmisë në kopsht. A ka një vend që e ka obligim ligjor për shembull? Nuk e di për fakt, në qoftë se ka vende që e kanë obligim ligjor ndjekjen e institucioneve parashkollore, besoj që ka. Ajo që investohet shumë është në edukimin e prindve edhe në vetëdijsimin e përgjithshëm për rëndësinë e edukimit në fëmijëritë e hershme. Megjithatë, këtu janë disa nivele. E para është sigurimi i qasjes universale, që në Kosovë e cekjeve dhe vetë është e pabarabartë. Shteti jonë ka marrë një mas kur klasën përgatitore e ka bë obligative, do me thonë moshën 5 deri 6, që sipas një studimi që e kemi realizu si fakultet në vitin 2023 dhe 2024, përfshirja është pothuajse gati universale. Do me thonë ajo ka qenë një mas që e ka siguru që së paku fëmijët e vijojnë klasën përgatitore para se të regjistrohen në shkollë. Tani sa janë cilësore ato klasa përgatitore mbetet për të analizuar dhe për të studiuar në mënyrë pak më empirike, por qasja tek ne është më e ulta në rajon, është më e ulta në krahasim me shtetet e OECD-s. Në qoftë se bëhet bashk me grup moshën 5-6, ku qasja është pothuajse universale, i bjen që në total 20-25%, do të thonë 1 në 4 fëmijë e ndjek institucionin parashkollor. Edhe në qoftë se i shohim ande kategoritë e cënuara, e shohim që kategoritë më të cënuara të popullsisë janë ato të cilat nuk përfitojnë nga edukimin e fëmijërinë e hershme. Do të thonë, i kemi fëmijë që vinë nga zonat më të largëta rurale, i kemi fëmijët me aftësi të kufizuara, i kemi fëmijët e komuniteteve pakicë, posaçërisht të komuniteteve Roma, Shkalie dhe Egjiptas, të cilët përfshirjen në edukimin e fëmijëritë e hershme e kanë shumë të ulët. Tani këtu janë disa çështje.
E para është infrastruktura e pamjaftueshme. Do me thonë, i bie që dikon 1/3 e komunave në Kosovë nuk kanë kopsht publik. I bie që shpërndarja e kopshteve është shumë e pabarabartë, me shpërndarjen më të madhe në kryeqytet dhe në qytetet më të mëdha rajonale, e shumë pak shpërndarje në qytete më të vogla, po flas për kopshtet private. Për kopshtet publike. Pastaj kemi kopshtet të cilat raportojnë që i shërbejnë ose ofrojnë shërbime në një komunë edhe në 15 fshatra për rreth. Tani, është fjala për infrastrukturën fizike, do me thonë të ndërtesës së kopshtit edhe gjithë infrastrukturës që vjen me te, po pastaj është edhe çështja e transportit, është çështja e sigurimit të qasjes, do me thonë të bësh edukimin në fëmijëri të hershme obligativ për mu personalisht, kish me qenë, dhe me thonë, mision i përmbushur. Mirë po, nuk është një realitet të cilën mundemi me e mbri në një të afërme të afërt. Infrastruktura është e pamjaftueshme për fëmijët që i kemi për kopshtet publike. Tarifat e kopshteve private janë të larta edhe të papërballueshme për pjesën më të madhe të popullsisë. Shërbimet e specializuara për fëmijë të cilët kanë vështirësi ose fëmijë të cilët kanë zhvillim atipik janë shumë të mangëta. Na e kemi realizuar edhe një studim si fakultet bashkë me Bankën Botërore, ku kemi marrë edhe këtë gatishmërinë e prindve për t'i dërgu fëmijët në kopsht. Se kemi dashur me ditë qasja universale, ndikohet edhe nga gatishmëria e prindve për t'i besu sistemit. Edhe një përqindje mjaft e lartë, pothuajse gati 80%, kanë tregu që janë të gatshëm me i dërgu fëmijët në edukim parashkollor. Janë përfshi dhe zonat rurale? Janë përfshi një pjesë shumë, do me thonë të vetmet komunat, mostra është prej 24 komunave në tërsi, që do të thotë është mjaft e madhe. Cilat janë arsyet përveç infrastrukturës që nuk... Ata të cilët kanë thonë që nuk i kisha dërgu fëmijët në kopsht, janë kryesisht ata që besojnë që kujdesi në familje është më i rëndësishëm, që kujdesi me nanën, me gjyshën, fëmiju duhet me ndajt afër familjes, që po, është e kuptueshme edhe ajo. Do me thonë, në asnjë moment nuk du me e përqu mesazhin që një fëmijë i cili rritet në familje nuk stimulohet ose nuk e arrin maksimumin e potencialit të vet zhvillimor, se varet nga përvoja që i ka ai fëmijë brenda familjes. Po që ndërveprimi me bashkëmoshatar e ka një rol jashtëzakonisht të madh. Do me thonë, pa dash në asnjë forme me cënu kujdesin brenda shtëpisë, fëmiu ka nevojë edhe për bashkëmoshatar dhe ka nevojë edhe për pjekuri emocionale, ka nevojë për mjedise jashtë familjes edhe jashtë asaj zonës së komfortit në të cilën e ndjen veten. Kështu që kur flasim për investimin në fëmijëritë e hershme, duhemi me pa ato si çështje strukturore dhe sistemike që i ngërthen shumë copsa të një puzzle. E para është, do me thonë, niveli i politikave, që është fatmirësisht e kemi që është një ligj për edukimin e fëmijëritë e hershme, që është miratuar në vitin 2023, edhe që është ligj shumë i mirë, është shumë solid, hap rrugë për partneritete publiko-private, për shërbime komunitare, qendrat me bazë në komunitet, do me thonë kopshtet me bazë në komunitet i promovon, edhe i promovon disa standarde të cilësisë dhe disa mekanizma që synimin e kanë që edukimin e fëmijëritë e hershme të shihet si pjesë përbërëse e gjithë sistemit arsimor. Do me thonë është hapi i parë drejt garantimit të asaj qasje universale. Pas ligjit e kemi kurikulën në fëmijërinë e hershme, e cila tash ka përfundu, është pilotu, edhe së shpejti fillon zbatimi në gjithë Kosovën. E kemi një kurikul e cila është mishrim i qasjeve ma bashkohore pedagogjike, e bazuar në kompetenca që e pasqyron, do me thonë kurikulen e më vanshme,
edhe që, domethënë kurikula quhet fëmia si eksplorues, domethënë thelbi i kurikulës është në lojë, është në përvoja, është në përjetime të fëmisë. Tani këto e krijojnë bazën. Njëra e krijon bazën për cilësi, tjetra e krijon bazën për qasje universale. Shkojmë te niveli i dytë ku i kemi komunat. Domethënë e kemi procesin e decentralizimit tash sa kohë, ku komunat janë përgjegjëse për shërbimet e arsimit në komunat e tyre. Këtu vjen zhvillimi profesional i edukatorëve, vjen infrastruktura, financimi i qëndrueshëm. Domethënë janë shumë mekanizma, proceset e monitorimit edhe mentorimit, jo vetëm proceset e inspektimit edhe të mbikëqyrjes për licencë. Kopshtet kanë nevojë për mentorim, kanë nevojë për përkraje, edukatorët kanë nevojë për zhvillim të vazhdueshëm profesional. Domethënë krejt këto janë ligji e krijon ndoshta infrastrukturën teknike, po janë pastaj mekanizmat e financimit të qëndrueshëm, mekanizmat e partneriteteve në mes të nivelit qendror dhe nivelit lokal, bashkëpunimet në mes të programeve të para përgatitjes së edukatorëve, me programet e zhvillimit të vazhdueshëm profesional. Këtë këto janë në nivelin e dytë që kërkojnë vëmendje të veçantë. E tek mandej e kemi nivelin e tretë ku është ajo që ndodh brenda klasës. Edukatorja me fëmin, programi pedagogjik, bashkëpunimi me prindin, bashkëpunimi me komunitetin. Domethënë, unë nuk mendoj që qasja mjafton, nuk mendoj që veç me hap, domethënë fëmiu veç fizikisht me u integru në kopsht, nuk mjafton, po është të domosdoshëm si hapi parë. Për me mujt me vazhdu te niveli i dytë i cilësisë, domethënë duhemi me investimin në edukim të familjes të hershme, jo si çështje e përkujdesjes së fëmijëve, e kujdesit të fëmijëve, po duhemi me pasi një strategji afatgjate për suksesin kombëtar ton në arsim dhe në zhvillim. Po, shumë mirë e tha. Edhe në fakt edhe muje kam motivon kur po fol. Se të edhe na merremi me qitë fush, po jo me arsimin, edukimin fëmijërinë e hershme, e kështu vazhdimisht po e shoh që, si me thonë, problemi po fillon që aty. Tash mi u këthyune, se më duket nuk të përgjigja në atë pyetjen direkte që e pate, a duhet me bo me liq, do me thonë, pjesëmarrjen, mendimi jam personal, nuk duhet kjo me qenë aspirat. Duhet me qenë e drejt, e garantuar e se cilit fëmijë, po njëkohësisht edhe një politik barazie. Po garantimi i qasaj nuk mjafton, pa mekanizmat të qëndrueshëm financiar, pa mekanizmat të qëndrueshëm të monitorimit edhe mentorimit, edhe pa investim edhe në programin pedagogjik edhe në zhvillimin profesional të edukatorëve. Po se në fakt nëse i kemi 80% të qytetarëve të Kosovës që kanë gatishmëri dhe dëshirë me i çu fëmijët në kopsht, aty fol për një mohem të një të drejtë. Jemi të folë për mohimin e drejtës fëmijëve mas pari, për me përfitu prej një loje të strukturuar, edhe e dyta, tash po dal në një çështje tjetër. Në shumë raste, e shohim këtë social return on investment, do më thonë, kthimin e investimit në aspektin shoqëror. Të investosh në fëmijëritë e hershme për rezultate më të mira në PISA, duhet me prit disa vjet. Do më thonë, nuk shihet rezultat me njëherë. Shihet rezultat në mirëqenien e fëmijëve, po nuk e shohim rezultatin në arritje akademike ose në testime ndërkombëtare me njëherë. Sa ajo kërkon kohë. Mirë po, investimin e fëmijëritë e hershme duhet me pas edhe disa tregues të ndërmjetëm, do me thonë diçka që është e dukshme me njëherë si sukses. Edhe çka është e dukshme për mu si sukses, një qasje universale, do me thonë, e fëmijëve në edukimin e fëmijëritë e hershme, është mas pari rritja e vendeve të punës për edukatore, rritja e punësimit të grave, mirëqenie më e mirë në familje, lumturi më e madhe e fëmijëve. Do me thonë, krejt këto janë rezultate që shihen shumë shpejt. E impakti në jetën e fëmijës
edhe në shoqërinë në përgjithësi shihet mas një kohë. Si çdo investim tjetër në arsim. Po. Ma sa kohë, a kena i dhanë që shkencore që e përfol këtë pjesë, apo? Mendohet, do me thonë që në 6 deri në 10 vite mundën me u pa rezultatet e para, po. Okay. Profesorish, a mujna tash nashta po të kthej të një farë baza, po çka është qëllimi i kopshtit se mujna me kuptu sa ma thjesht që është e mundur, edhe qa dallon një kopsht që ofron kujdes me një kopsht që ofron zhvillim? Qëllimi i kopshtit është përkrahja e fëmijëve për me i arrit kompetencat që kërkohen të arrihen në familji të hershme. Do me thonë nëse muj me thonë kështu thjesht edhe teknikisht. Kopshti nuk guxon ose institucioni parashkollor nuk guxon mu reduktu në institucion të kujdesit edhe të mirëqenjes, edhe pse ato janë dy shtylla të edukimit parashkollor. Do me thonë, kujdesi, mirëqenja e fëmijëve, mbrojtja shëndetësore, ushqyeshmëria, këto këto janë elemente të kopshtit. Mirë po, kopshti du të me pas program. Kopshti du të me pas program pedagogjik. Kjo e dallon, do me thonë, institucionin e kujdesit ditor prej një institucioni të edukimit në familji të hershme. Këtu flasim për një institucion i cili e ka një qëllim, i cili e ka një plan, e ka një program pedagogjik të cilin e zbaton, edhe e ka një planifikim vjetor, mujor, ndoshta edhe javor e ditor për arritjen e objektivave të secili fëmijë. Tani kurikula e re e fëmijërisë së hershme nuk e kufizon asnjë kopsht në një program specifik pedagogjik. Kurikula e fëmijërisë së hershme e ka një filozofi se ç'është duhet me mësu fëmia, që mësimi duhet me qenë përmes lojës, përmes përvojave dhe përmes përjetimeve edhe përmes ndërveprimeve sociale dhe emocionale. Po nuk e kufizon, e përdor kopshti programin Montessori, e përdor programin Reggio Emilia, cilin do program pedagogjik që e përdor, po kopshti duhet me pas ajo që e dallon, do me thonë prej një kujdesi të thjesht ditor, është programi pedagogjik edhe është qëllimi të cilin kopshti edhe edukatoria në veçanti don me mbri në grupin e vet. Tash këto qëllime nuk kanë nevojë mi ditë fëmijët. Në kuptimin e asaj që fëmiu është aty për me lujt. Po. Çka po du me thonë është që loja është e lirë për fëmijët, nuk është e lirë për edukatorën. E lirë? E lirë në kuptimin që nuk është edukatorja për me dhanë një top edhe me thonë hajt luni. Okay? Secilin aktivitet që edukatorja e organizon e ka një qëllim edhe i kontribon në 2-3 kompetencave të ndryshme. Pra, në qoftë se edukatorja e organizon një aktivitet në natyrë, ajo duhet me ditë pse është e organizuar aktivitet, cilit qëllim po i kontribon, duhet me ditë cilat kompetenca po synon me i zhvillu me atë aktivitet, duhet me i vëzhgu fëmijët cili po mbrin ku në atë nivel të zhvillimit të qatyre kompetencave, me dokumentu qatë proces të nxënit, edhe me kriju masa shtesë për fëmijët të cilët ndoshta kanë vështirësi në arritjen e një kompetence përkatëse. Që do me thonë që loja mund të duket e pastrukturuar për fëmijët, edhe loja mund të duket argëtuese edhe e kënaqshme për fëmijët, edhe duhet të jetë ashtu, po për edukatorën është program, është plan, edhe është synim për me mbri një kompetencë të duhur. Edhe mendoj që kjo e bën kopshtin profesional, edhe e bën kopshtin institucion të edukimit, jo institucion vetëm të kujdesit. Okej. Unë të tregova ma herët që e kom vajzën një vjeç i gjysë edhe e kom kopsht, po tash përdu me ta bo një pyetje. Kur shkojone me marrë vajzën funditës aty,
Tash zakonisht e di çka po të më pyet. Edukatorja, po edhe nashta edhe preokupimi jam parësor është ushqimi, fjetja e kështu me radhë. Po në fakt çka realisht duna une me ditë për një ditë vajzës tanë që ka kaluar kopsht, përveç aspektit të kujdesit edhe kështu. A duna me lyp edhe diçka tjetër edukatorës, me tregu për shembull për një program ose mendoj që në këtë bisedë në fund të ditës, në mes të prindërve edhe edukatorës, që ajo bisedë me u reduktu vetëm në kujdes, kanë kontribu edhe edukatorët, kanë kontribu edhe prindrit. Do me thonë, ne, për shkak se edukimin e fëmijërinë e hershme është konsideru, do me thonë, tradicionalisht si kujdes. Edhe dërgimi i fëmijëve në kopsht, në një përqindje të vogël, ka qenë për arsye të zhvillimit edhe edukimit të mirëfillt. Në një përqindje më të madhe ka qenë për arsye të kujdesit gjatë kohës që prindrit janë punë. Kjo do të thonë flet për një nivel të përgjithshëm të vedijes që na ka munguar si shoqëri në këtë drejtim, po ndoshta edhe na nuk e kemi bu punën sa duhet për vedisim. Po në anën tjetër, përçë edhe edukatorët i kanë kontribuar shumë asaj me këtë raportimin që kanë bërë në fund të ditës, e kanë përqu mesazhin që ne jemi institucioni kujdesit. Do me thonë, pa vedi është përquaj mesazh që fëmiu, do me thonë, ka qenë mirë, ka hongër, ka pi, ka flajt, edhe gjithçka është në rregull. Okej, do me thonë, po, siguria edhe mirëqenia e fëmisë janë një prej preokupimeve edhe obligimeve që i ka një edukatore. Po tash, kisha dasht me shfrytzu këtë platformë edhe me bothirje pak për profesionin e edukatorës. Edukatorja nuk është kujdestare. Kujdeset për fëmijën, po nuk është vetëm kujdestare. Edukatorja i përfundon 4 vite studim akademik me diplomë shkencore në fushën e zhvillimit edhe edukimit të fëmijëve. Edukatorja është profesioniste e zhvillimit të fëmisë, e vëzhgimit, e dokumentimit të nxënit, e planifikimit sipas kompetencave, e bashkëpunimit me familje, e krijimit të mjediseve gjithëpërfshirëse. Edhe edukatorët vetë duhen me përçuqit mesazh te prindrit. Edhe në qoftë se prindi interesohet vetëm për aspektin e kujdesit, unë ju bëj thirrje edukatorëve që ti edukojnë prindrit edhe me një informat shtesë. Do me thonë, diçka për personalitetin e fëmisë, diçka për atë se çka i pëlqen e çka nuk i pëlqen, diçka për programin të cilin e ka ndjek, për kompetencën të cilën e ka arrit, për shkatësinë të cilën e ka zhvillu, për konfliktin të cilin e ka zgjedh, për shokun e ri të cilin e ka e tjera e tjera. Do me thonë, shumë shpesh ndodhin që edukatorët në shërbim, po edhe studentët të cilat i kemi në punë, na tregojnë edhe na raportojnë që bashkëpunimi me prind nuk është shumë i mirë se thonë për shembull, profesoresh, unë po e identifikoj një vështirësi të fëmija, po kur pi thon prindi nuk po do me thonë, ose pimbetet hatri, ose nuk po don me bashkëpunu. Edhe kjo më bën me mendu, do me thonë, pse i besojmë na, do me thonë, nëse smuhet një fëmijë, edhe shkojmë te mjeku, edhe mjeku thot dush me marr qit medikament. Kush e diskuton ata? Nuk e diskuton kërkush, të ka thonë profesionisti kompetent, mjeku të ka thonë. Do me thonë edhe në këtë rast, për aktivitetet e fëmijëve, për zhvillimin e fëmijëve, për mirëqenien e përgjithshme të fëmijëve, edukatorja është profesioniste, është person me diplomë akademike që ka vrejtni diçka, edhe po ta përçon si mesazh. Tash prindrit të cilët e njohin mirë edukimin e fëmijërisë të hershme vërtet janë partner të jashtëzakonshëm, janë aleat të edukatorëve. Prindrit të cilët ndoshta nuk e njohin rëndësinë e fëmijërisë së hershme ose që e reduktojnë kopshtin në institucion të kujdesit kanë nevojë të edukatorët kanë nevojë të investojnë në atë drejtim që t'i bëjnë prindrit partner në atë proces. Unë do doja që edukatorja të më thotë nder
i pëlqen ky lloj aktiviteti, nuk i pëlqen ky lloj aktiviteti. I pëlqen garat, nuk i pëlqen bashkëpunimi. I pëlqen lojrat sajuse, nuk i pëlqen lojrat në natyrë. Ato janë informata shtesë që prindi i merr për fëmijën edhe që e plotësojnë, domethënë, zhvillimin edhe rrugtimin e fëmisë matutje. Kështu që si shoqëri mendoj që duhet t'ja japim kreditet e duhura profesionit të edukatorës edhe të mësuesës, por edhe edukatorët duhet të na dëshmojnë kompetencën e tyre me vëzhgimet e rregullta që i bojnë, me dokumentimet e procesit të të nxënit edhe me insistimin e tyre për me na tregu neve si prind ku ka mbri fëmia jonë në zhvillim. Kështu që s'po di, gjithmonë ka me qenë prioritet mirëqenia, sigurisht. Kjo është edhe një nga sfidat në sistemin tonë të edukimit në fëmijëritë e hershme është edhe bashkëpunimi ndërsektorial. Domethënë kemi një vështirësi ose sfidë të komunikimit në mes të sektorëve të ndryshëm, po edhe komunikimin e sektorëve brenda një dikasteri, domethënë brenda arsimit. Një nga sfidat që unë i shoh shumë të mëdha, posaçërisht kur vjen çështja të fëmijët me nevoja të veçanta, fëmijët me aftësi të kufizuara, është komunikimi vertikal brenda arsimit në mes të kopshtit të shkollës, për shembull. Një fëmijë i cili ka zhvillim atipik, një fëmijë i cili ka vështirësi zhvillimore, vonesa zhvillimore, që ndjek kopshtin, është një fëmijë i cili përfiton nga shërbimet e atij kopshtit, përfiton ndoshta edhe trajtim individual, e ka ndoshta edhe një plan individual të zhvillimit, edhe e ka një investim i cili i ndihmon me e te kalu vonesën zhvillimore edhe me u përgatit për fazat e mëparshme të jetës. Kur ky fëmijë regjistrohet në shkollë, kopshti dhe shkolla nuk kanë komunikim për këtë fëmijë. Domethënë nuk ekziston një sistem i strukturuar. Edhe mbetet në diskrecionin e prindit se çfarë informata ka me nda me shkollën edhe me mësuesen. Edhe unë mendoj që humb një pjesë e progresit që është arrit tek fëmiu përkatës për shkak të mungesës së këtij komunikimi. Nuk ish dashur me qenë vetëm në diskrecionin e prindit kjo, për shkak se prindrit hezitojnë të ndajnë informata, për shkak të me të drejtë rrezikut, jo rrezikut, po frigës nga paragjykimi ose nga trajtimi jo i duhur i fëmijëve. Po tash, përpos që nuk ka komunikim brenda të njëjtës fush, nuk kemi as komunikim në mes të sektorit të edukimit, sektorit të shëndetësisë dhe sektorit të mbrojtjes edhe mirëqenies sociale, për një shërbim të integruar që e garanton një zhvillim të gjithëmbarshëm të fëmisë. Domethënë nuk e kemi edhe një sistem as elektronik e as fizik të komunikimit të një fëmije i cili merr ndoshta shërbime shëndetësore, merr shërbime psikologjike, merr shërbime logopedike në QKUK, po njëkohësisht merr shërbime edukative edhe në një kopsht. Domethënë nuk e kemi një sistem të unifikuar të përcjelljes së zhvillimit të fëmijëve që kishme na kontribu në identifikimin edhe intervenimin e hershëm të fëmijët. Se qashtu që është i rëndësishëm zhvillimi në fëmijëritë e hershme, 10 fish më shumë është i rëndësishëm intervenimi në fëmijëritë e hershme të fëmijët të cilët kanë vonesa zhvillimore. Domethënë, nëse zhvillimi tipik ka qëtë shumë pesh, imagjino një fëmijë me vonesë zhvillimore në qoftë se identifikohet me kohë edhe intervenohet me kohë, sa shumë mundet mi të i kalu barierat potenciale të zhvillimit për të ardhmen. Nuk ka domethënë as ndaj dosje të zam edhe nëse s'ka komunikim kështu fizik, a ka një obligim që me pas ndaj dosje? Jo sistem të ndërtuar të mirëfillt që funksionon. Është ad hoc, varësisht prej praktikave individuale. Tash, ka raste kur kopshti, domethënë ka disa kopshte që dorëzojnë dosjen e fëmijës te prindi. Ajo është dosje e punimeve të fëmijës, të projekteve të ndryshme që ka po fëmija në. Po mund të ketë edhe të planeve individuale të zhvillimit nëse ka pas të tilla.
Po prapë po them është në diskrecionin e prindit, a e ndan atë tutje me mësuesën apo jo. Tani ne sipas legjislacionit në fuqi i kemi edhe këto ekipet ekipet e drejtave të fëmijëve nëpër komuna, edhe i kemi strukturat të cilat e bëjnë vlerësimin e fëmijëve në periudhën parashkollore edhe në periudhën shkollore për fëmijët që kanë nevojë për plan individual të arsimit. Mirë po tash zvoni janë kriju instrumentet për vlerësim për periudhën e fëmijërisë së hershme dhe aktualisht nuk ka zbatim në këtë nivel. Qartë. Po flasim pak në këtë mes u përmend edhe prindi, po cili është roli i prindit gjatë gjithë këtij rrugtimit, po marr për bazë që një fëmijë i cili është po ashtu pjesë e kopshtit edhe po pak edhe një pi problemeve ndoshta më të dukshme, më të pranishme në shoqëritë aktuale është platforma digjitale, telefoni, internet, qasja e hershme e fëmijëve në këto platforma. Në kryesisht vizuale kuptohet. Qysh e shpjegon këtë pjesë ose cili mund të më qenë ndikimi sidomos i qasjes së fëmijëve në platforma elektronike në qëtë periudhën kritike, sidomos një deri në 3 vjeç. A bën një fëmijë me najt në telefon pak për shembull? Me këshyr video në YouTube apo teorikisht është ose jo vetëm teorikisht, po edhe rekomandimi juaj është krejt e ndaluar apo mundet me pas një parçasje të ndërruar? Nuk në parim nuk kam asnjëherë, domethënë qasje të repta në ato që diçka s'bën hiç ose bën shumë. Po filloj mas pari për rolit të prindit. Domethënë pra po them, një prind i cili e njeh rëndësinë e edukimit të hershëm, e din që nuk i lihet e gjithë përgjegjësia kopshtit edhe edukatorës. Nëse fëmia ka nevojë për me arrit disa zhvillime, disa kompetenca në periudhën e fëmijërisë hershme, një prind i cili është i informuar për ato, investon në atë drejtim. Pra po them, asnjëherë mos të barazohet kur them investim, nuk e kam fjalën asnjëherë për investim financiar, e kam fjalën më shumë për investim kohor edhe ndërveprues. E njëjta është edhe në shkollë, domethënë një prind që e din rëndësinë e arsimit nuk ja lën krejt përgjegjësinë e shkollimit vetë shkollës. Mirët pak edhe me detyrat e shtëpisë, mirët pak edhe me përkrahjen e fëmisë në arritjen e objektivave të të nxënit. Kështu që familja është institucioni i parë arsimor. Familja është vendi ku mësohet dashuria, ku mësohen vlerat njerëzore, ku mësohet respekti, ku mësohet rendi, ku mësohet rregulli, ku mësohet struktura, ku mësohet rutina, domethënë krejt këto. Një pjesë e prindve, për shembull, e kanë këtë çështjen e edukimit edhe intervenimeve të hershme posaçërisht i ngrisim në një pjedestal që duhet veç profesionistë mi bo, domethënë ka raste për shembull të prindve të cilët janë prind të fëmijëve me vështirësi ose vonesa zhvillimore, edhe thonë po unë jam të dërguar te psikologu dhe psikologu është të punu. Nuk zhvillohet fëmia 2 herë në javë ka 45 minuta. Cili do edhe një fëmijë do me thonë që ka zhvillimin tipik ose zhvillimin e avancuar, nuk ka me mbri potencialin e vetë plot, në qoftë se i alajmë në dorë 2 herë në javë ka 45 minuta seancë të psikologu. Fëmia zhvillohet në rutinat e përditshme ditore. Fëmia mëson me fol në aktivitetet e përditshme ditore. Fëmia mëson me fol gjatë vaktit të ushqimit, gjatë kohës larjes, gjatë kohës rregullimit të dhomës, përmes, domethënë, ndërveprimit me prindrit, me familjarët, kur e mbrohen gjanat për rreth, kur e veshim fëmin edhe bisedojmë me te i emrojmë teshat që është i vesh ose hapat që është i bo amadorën e djathtë, amadorën e majt, hajde pe veshim jaknën, hajde pe përthekojmë pullat, hajde pe bojmë këto, hajde pe bojmë. Do me thonë, në një aktivitet të përditshëm, që do me thonë që kur flasim për investimin që e bën familja, nuk është fjala për
për investim financiar, është fjala për investimin në kohë gjatë rutinave të përditshme ditore në Do të shtëpi. thonë edhe çto lëvizjet krejt vogla. Edhe që për që ato neve janë lëvizjet shumë krejt ashta vogla të që rëndësishme, po. për fëmijën është shumë. Tash për shembull rëndësishme. na kur shkojmë me mbikëqyr studentat në praktika, njerë është interesant me i po prind kur i dorëzojnë fëmijët në kopsht. Domethënë edhe aty ishe dy kategori. Ishe prindrit të cilët vinë të komuniku në vazhdimsi me fëmijën. Edhe hajde për marim qantën, për lajmë qantën këto, apo don me hek jaknën, apo don me vesh pandufe. Domethënë e emërojnë, e vokalizojnë secilin objekt, se në qatë formë fëmija mëson me fol, domethënë nuk është nuk mëson në mënyrë artificiale nëse ulim tavolinë dhe thojmë sot kena me mësu 5 fjalë. Jo, e mëson në qatë përditshmëri. Edhe i ki prind që e mbajnë telefonin edhe janë të folë me dika në telefon edhe janë domethënë Të e përgatit fëmijën. ditën e mirë edhe ka lëfsh mirë. Tash kjo nuk është me qëllim të keq, sigurisht, nuk është me mirë, po është që na i injorojmë ndonjëherë rëndësinë e çtëne ndërveprimeve të thjeshta ditore, të cilat i zhvillojnë konkretisht për shembull këtë rast shkatësitë të folurit edhe shkatësitë të komunikimit. E tash, mi u kthy telefonit edhe ekranit, kjo është tash një hap hala ma thellë. Do me thonë, për ndërprejmë çdo formë të ndërveprimit edhe të komunikimit, për me vendos fëmin para një objekti i cili ja trajnon trunin veç me pranu informatën. Edhe stimujt janë qaq të mdhej. Do me thonë, një YouTube video të një fëmi i moshës 2 vjeqare e ngarkon trunin, e te i stimulon trunin, se fotografia ndrohet shpejt, ngjyrat janë shumë të dasta dhe ndrohen shpejt, zhurma të mëdha, figurat të ndryshme, zone të ndryshme, krejt ato janë stimuj të cilat fëmia i merr dhe i përpunon sipërfaqësisht në tru, i merr, nuk e kthen informatën, veç e pranon, truni trajnohet veç me pranu informatën, edhe duke qenë që nuk e përdor ato, që shtashën fillim, domethënë lidhjet të cilat nuk përdoren me kohë dobësohen edhe eliminohen, bile kjo në terminologji, me përkthy për gjuhës angleze, quhet krasitje e fijeve nervore, se domethënë i krasisim ato të cilat nuk i përdorim. Edhe rezulton, spaku sipas disa studimeve të fundit të cilat i kom konsultu, rezulton në vonesë në të folur, jo pse fëmija ka problem në zhvillimin e të folurit, po pse truni i fëmijës është mësu me pranu informatën, po jo me e kthy ata. Okej? Çdo gjë që teprohet ka efekte negative. Unë po flas vetëm për aspektin psikologjik. Unë jam e bindur që përdorimi i tepërt i teknologjisë ka efekte edhe për cilat mund të flasin edhe mjekët, edhe oftalmologët, edhe domethënë profesione tjera. Mirë, po në aspektin e stimulimit të trurit, unë mendoj që e shkakton një mpirje ndaj reagimit edhe një pozicion receptiv të informatës. Që ka pas disa filma vizatimor përpara ka qenë Dora Explorer. Edhe ajo i shtike fëmijët me ndërvepru. Do me thonë, e tregoj ke animal edhe thejke, do me thonë, qka ka me mbrapa, edhe unë dalë ke filmi vizatimor, se e prit ke fëmija me kthy. Nuk e kom analizu në kohën kur ka qenë hit Dora Explorer, po para disa kohë e kom mendu që e ka pas efektin për me shti fëmin me ndërvepru me materialin të cilin po e sheh. Kështu që vërtet është jashtëzakonisht e rëndësishme për mos mu boje tepër të e potencu,
përvoja që fëmija e ka në familjinë e hershme. A është që ajo përvoj me ndajt ullun edhe veç me ble diçka, veç me receptu diçka, apo është që ajo përvoj për një me ndërvepru me ato. Mos të flas për ngrohtësinë edhe afërsinë emocionale që fëmija e ndjen nga të edukatorës ose nga të prindit. Ju bani studime të shumta me leximin, është një studim që flet për dëshirën ndaj leximit, edhe që ka gjetë korelacion shumë të fuqishëm në mes të leximit në familjitë e hershme edhe dëshirës për të lexuar më vonë. Edhe kur kanë hyrë me hulumtu në mënyrë ma kualitative, kanë gjetë që fëmijët të cilëve prindrit ju kanë lexu pralla, edhe ju kanë nejt afër, edhe kanë kalu emocione pozitive, ngrohtësi, afërsi, dashuri, në filozofinë e refleksit të kushtëzuar, soherë që si të rritun e kapin librin, e ndjejnë ngrohtësinë emocionale që e kanë ndje si fëmijë. Do me thonë, është teoria ma klasike e refleksit kurzuar Pavlovit, kur kur një aktivitet lidhet me një aktivitet tjetër që nëzit emocionet të fuqishme, qaj aktivitet vetë në të ardhmen ka me shkaktu qatë emocion pozitiv. Kështu që qatë është e rëndësishme për stimulimin kognitiv, është e rëndësishme edhe për krijimin e një vazhdimësie, një rutine e cila në të ardhmen fëmin e plotëson edhe e gëzon si aktivitet e jo si punë. Mirë, faleminderit shumë. Ma jepë një informat 3 në dispozicion. Shumë qka për me folë, po përshkojmë drejt fundit, me gjithat nuk përdu me të kalu dhe një element që unë e kom vrejt gjatë punës në organizatë me shkolla. Për shembull, kom hasë shumë shpesh që mësimdhënësit e nivelit klasor 1-5 e kanë goxha në kohën kështu që fëmijët kur vinë në klasën e parë, disa i din shkronjat, disa nuk i din shkronjat. Edhe mandej qasja e tyne është pak problematike se natyrisht është klasa e parë kërkon me mësu alfabetin, me mësu shkronjat, po çka me fëmijët që tashmë i kanë mësu në kopsht ose edhe vetë prindi që është angazhu në këtë drejtim. Pra po flasim pak edhe për elementin e shkollarizimit të kopshtit. Përmendet kurrikulën e re, kësha pas qef një me ditë çka parashek kurrikula në këtë aspekt. E dyta cila është çka flet teoria, a është mirë me u shkollarizu kopshti apo jo, cili është qëndrimi yt personal se i rendita disa pyetje. Edhe e fundit, ma e rëndësishmja kësha me thonë, ose jo do mos do, po a ka unifikim, a duhet me pas unifikim, se e di që tash disa kopshte orientohen që drejtim, disa tjera jo në Kosovë. Qysh është gjendja në Kosovë në këtë aspekt? Shumë pyetje. Shumë pyetje. Okej, po filloj mas pari prej shkollarizimit. Kopshti nuk duhet të shkollarizohet në kuptimin e fletave të punës, në kuptimin e shkronjave dhe numrave, në kuptimin e detyrave, obligimeve edhe roleve, edhe nuk duhet me humb asnjëherë elementin e lojës, edhe elementin e zhvillimit emocional. Po kjo nuk nënkupton që kopshti qyshtash nuk duhet me pas strukturë, nuk duhet me pas program pedagogjik edhe qëllime pse është i bo disa gjëra. Tash, këtu vjen shumë theksi të ajo se çka vlerësojmë na. Do me thonë, na e kemi një kurrikul edhe në familjitë e hershme, po e kemi edhe një kurrikul të arsimit para universitar, e cila është kurrikul e bazuar në kompetenca, jo në arritje specifike akademike, po është e bazuar në kompetenca jetësore që duhet me i zotru një fëmijë. E ceka edhe njerë edhe po e tham prapë, se është shumë e rëndësishme për me u kuptu çështja edhe e vlerësimit në familjitë e hershme. Do me thonë,
në qoftë se dy fëmijë janë të e lujt një lojë së bashku, ata janë të i zhvillu 6-7 kompetenca paralelisht që prekin 3-4 fusha të ndryshme zhvillimore. Edhe në qoftë se nuk din me shkrujt, i kanë zhvillu aftësitë para akademike, shkallësitë fine motorike për me kap lapsin, koncentrimin për me kuptu detyrën, vëmendjen për me realizu detyrën, obligimin për me kry detyrën, shumë aftësitë të tjera të cilat i vynë për me shkrujt atë fjali që ka me shkrujt, ose për me lexu tekstin që ka me lexu. Prap flasim gjithmonë për pjekurinë individuale të secilit fëmijë. Jo të gjithë fëmijët janë të pjekur emocionalisht edhe në aspektin kognitiv për me pranu detyra dhe role aq akademike ose para akademike në nivelin parashkollor, për shkak se kjo ndikon mandej negativisht në krijimin e qëndrimeve negative ndaj shkollës. Fëmia nuk duhet me pa shkollën si një vend të mundimshëm, një vend që na shten shumë me bo detyra. Që i dhem dora të shkrujt. Do me thonë gjana të cilat janë të asocume me emocione negative, për shkak se ato emocione negative kanë tendenca me qenë mandej afat gjata. Kurikula e fëmijërisë së hershme i parashe 5 kompetenca kryesore. Qysh tash e pasqyron kurikulën e arsimit para universitar. E parashe kompetencën e të menduarit kritike dhe të kreativitetit, kompetencën e komunikimit, kompetencën sociale emocionale, kompetencën shkencore dhe kompetencën e qytetarisë përgjithshme ose qytetarisë globale që quhet. Edhe secila prej këtyre kompetencave i ka udhëzuesit metodik, i ka programe të cilat duhet të zbatohen. Qysh tash nuk e kufizon kurikula përderisa jetë në linjë të filozofisë së kurikulës, nuk e kufizon kurikula çfarë programi pedagogjik ti mundesh me përdor, se kopshtet janë të lira, edhe edukatorët duhen me qenë të lira me kriju program pedagogjik për klasën e vet, brenda grupit vet që i përshtatet më së miri, përderisa e mishron çat filozofinë e edukimit bazuar dhe zhvillimit bazuar në këto kompetenca. Se a duhet ketë standarde, definitivisht, duhet ketë një farë unifikime, se kjo prapë është çështje e barazisë sociale. Nuk ish dasht, këtë kemi çështje edhe në arsimin para universitar, jo vetëm në edukimin e fëmijërisë së hershme. Nuk ish dasht suksesi i një fëmije, ose fati i një fëmije, me mbet në diskrecionin e një mësuesit mirë ose një kopshtit mirë. Se ajo është fati i madh. Do me thonë, nuk ish dasht me pas në një botë ideale, nuk ish dasht me pas dallim se në cilin kopsht shkon fëmia edhe kush i ka ra mësuese. Se sistemi duhet me qenë të gjithë duhen me përfitu njëjtë. Do me thonë, pavarësisht cili program në cilin kopsht zhvillohet edhe cila mësuese e zbaton ose cila edukatore e zbaton, fëmia duhet me pas përvojën e njëjtë, duhet me qenë i lumtur, duhet me qenë rahat, do të me qenë i ngacmuar në aspektin e kureshtjes edhe eksplorimit, edhe do të me qenë i gatshëm për me mësu edhe entuziast për ditën që e ka në kopsht. Kështu që duhet unifikim në aspekt të standardeve të cilësisë edhe standardeve strukturore. Ata që më njohin profesionalisht e dinë që unë jam kundër standardizimit të zhvillimit të fëmijëve, se mendoj që zhvillimi i fëmijëve është individual edhe secili fëmijë ka ritmin e vet zhvillimor. Mirë, po standardizimi strukturor, edhe standardizimi i parametrave të cilësisë së programit edhe të cilësisë së shërbimeve që i ofron një kopsht është i nevojshëm, aq sa është i nevojshëm edhe një vetëdisim që një fëmijë që i ka zhvillu 20 shkallësi të ndryshme të e bon një lojë puzzle, nuk është më pak i zhvillum se një fëmijë që ka mësu shkrim lexim. Ato janë shkallësi krejt që mësohen. Edhe për me mësu që a shkrim lexim, duhet me mësu një herë krejt që to shkallësi tjera, edhe që shtash duhet me undje mirë, duhet më ndje pozitivisht gjatë asaj kohe, e jo me lanë lapsin edhe me shku në dorën, se për dhem dora prej krejt detyrave që është i. Besa profesorish, ky fëmiu që ka mësu me bo puzzle,
me gjas ka probabilitet Ka me dalë testin probabilitet, pisa po, ma mirë se ky po, që din se shkrim. shkasinë e zgjidhjes problemeve e ka ma të zhvillume. Përësërish me që pjesë kisha pas qef me mbyll, po pa të hyn hak, nëse ka diçka që nuk kemi trajtu që me ndën që avde me u përmend, është tash momenti. Po, une jam idhtare e çështjeve të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjes fëmijëve, edhe kom punu shumë gjatë në atë drejtë, edhe disa prej të drejtave të garantuara të fëmijëve kom qef me i transmetu edhe me i përjetësu kudo që mundem. Një prej tyne është e drejta e fëmijës për pjesëmarrje në vendime që ja afektojnë jetën e tyne. Edhe une mendoj që në krejt këtë proces të një reforme madhore, strukturore, do mi ndëgju ka njerë edhe fëmijët, se janë disa raste, disa shembuj të cilat i kom përjetu edhe personalisht me fëmijë, që pavarësisht ekspertizës, pavarësisht viteve të edukimit edhe të shkollimit në një drejtim, ka njerë mjafton me ndëgju fëmijën për me pas se për çka fëmija ka nevojë dhe çka don fëmija me mbri prej lojës që e ka para vetes ose prej qëllimeve që i ka para vetes. Kështu që atë që janë të rëndësishëm të gjitha akterët tjerë në gjithë këtë procesin e reformës për edukimin fëmijëri të hershme, për cilën unë jam shumë optimiste. Shpresoj që secili prej neve kemi me nda kohë ka njerë edhe me ndëgju si çka ata po dojnë prej edukimit të fëmijërisë të hershme dhe prej ambicieve personale dhe dëshirave personale që i vendosin e që dojnë me imbri. Unë pajtoj me këta profesoresh shumë dhe ke pas mundësin me pa që pjesë e këtij emisioni janë edhe fëmijët, pikërisht për këtë qëllim. Po, e pash. Faleminderit shumë për kohën, për kontributin. Faleminderit shumë për ftesën. E kom pas mendje në fund me të pyet cilat janë 3 arsyet kryesore për një prind me çu fëmijën kopsh, po më duket shumë çka tham. Po, mendoj që e mbulur me ato. Une mezi po pres me shku të qikas tash, me lujt pak, me sa të trëndomta që komenu që nashta nuk janë shumë të rëndësishme. Po, gjanat e thjeshta rutinore që e bojnë ndryshimin shumë të madh. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një. Do është të miq, ky ka një emision për mu shumë i veçantë, po shpresoj edhe për juve. Shihemi në episodet e radhës së podcastit Hap në Hap. Se di pse më ka tekst kjo Hap ka njerë. Hap në 103.5 Urban FM edhe në gjitha platformat online të ETS dhe Urban FM. Faleminderit shumë.